Kam sjell recetën e reçelit të luleshtrydhëve me trëndafil në një përgatitje unike, me një aromë dhe shije shumë të mirë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, fillimisht morim trëndafila. Unë I kam marrë kështu nga trëndafila ngjyrë kuqe. Patjetër trëndafila duhet të jenë të mëdhej dhe që kanë aromë të mirë. Ngjyra mund të jetë dhe roz, mirëpo ngjyra kuqe më mirë do del. I kam pkut dhe pak kështu I kam tundur që t'ju largohen insektet. Tash kështu tufa ju largoj petalët. Dhe përsëri kështu në duar I kontrolloj sa ka ndonjë insekt dhe është ndonjë fletë e prishur. I hedhi në një pjatë tjetër. Në këtë mënyrë ju largoj të gjithë petalët trëndafilave. Kështu. Kam largu gjithë petalëve trëndafilat, këto pjesët e panevojshme do I hedhi. Petalet e trëndafilit janë të gjitha këtu të mira, gjithsej kam pas 23 copë me trëndafil. Tash I marr dhe I kalloj në një kullojse dhe do I laj me ujë të bollshëm. Gjatë larjes duhet keni kujdes që mos t'i dëmtoni petalet e trëndafilit, duhet që t'i shpërlani 3-4 herë me ujë të bollshëm. Pasi kam larë mirë petalet e trëndafilit, I kam kullu mirë, tash përsëri kështu I lë që të kullohen në kullojse dikon rreth 1 ore, her pas heri I përzi që t'ju largohet uji I tepër. Pasi është bërë kullimi mirë I petaleve të trëndafilave, morim një qelçi dhe në të shtojmë kështu një pjesë të petaleve. Shtojmë sheqer kështu me dorë, sikur kur bëjmë kripofsjen. Përsëri një ram petale, përsëri sheqer, kështu dikur rreth një lugë e mesme për secilin ram të petaleve. Një ram sheqer, një ram petale. Mënyrën e njëjtë e përsërisim derisa të bëhet harxhimi I gjithë petaleve. Dikon rreth 3-4 lugë gjelle më shumë nuk ka shku me sheqer. Përsëri. Dhe pjesa e fundit e petaleve. Përsëri sheqer. Pasi kam hedhur të gjithë petalet te kena qelçit, shtoj gjysmë paketimi me limon tuz. Paketimi është 10 gramësh, unë do ja shtoj vetëm se 5. Dhe enën e qelçit e mbulojna kështu me një foli najloni. Munduhem që ta mbuloj mirë. Dhe enën e fus në frigorifer dhe e lë të qëndroj për 2 ditë me petalet e trëndafilit. Derisa petalet e trëndafilave janë në frigorifer, 8 orë para se t'i largojna, marrim luleshtrydhe. Janë të mjaftueshëm për ato petale 500 gram me luleshtrydhe. Dhe bëjmë renditje në një ren me sheqer, një ren me luleshtrydhe. Marrim sheqer dhe hedhim kështu në fund të enës. Gjithsej do na duhen 800 gram me sheqer. Tash I marrim luleshtrydhet, I kam larë mirë dhe ju largojmë bishtat. I vendosim tek sheqeri. Bëjmë një rend me luleshtrydhe. Kujdes, duhen të janë luleshtrydhet e forta, jo të buta.
Ta shtojmë sheqer, i mbuloj mirë. Kështu. Përsëri një rand me lule shtrydhe. Përsëri sheqer. Duhen të mbuloj kështu mirë me sheqer. Pak e tundi, inë. Tash sipër ja vendosi një kese najloni. Mbuloj mirë enën. Dhe i lë të qëndrojnë në ambient dhume për 8 orë. Petalet e trëndafilit i kam largu nga frigoriferi, kanë qëndru për 2 net në frigorifer, largoj folien dhe i kaloj në një tenxhere ku do bëjnë zirje, i largoj nga ena, kanë fillu që të shlojnë lëngun dhe aromën. Ju hedhi ujë 500 ml dhe i zjarrin në temperaturë mesatare. Petalet e trëndafilit do i zi për 10 deri 12 minuta nga momenti që fillojnë të vlojnë. Petalet janë zier mjaftueshëm, hiqin zjarrin dhe i provoni se a janë të buta derisa nuk përcëllojnë në dhëm, atëherë janë mjaftueshëm të zira. Tash marrim një kullose dhe i largojmë petalet e trëndafilit, i hedhim në një enë tjetër. Kështu, nuk i hudhim sot dhe i kthejmë përsëri tek reçeli. Kështu me një kullose i largojmë të gjitha nga tenxherja. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Kam larguar gjithë petalet e trëndafilit nga tenxherja. Tash masën e lajna që të thuhet dikon rreth 1 ore. Petalet nuk i hedhim, përsëri do i kthejmë tek masa. Pasi lëngu i petaleve është ftohur mjaftueshëm, gjithashtu kanë pushuar mjaftueshëm në sheqer lule shtrydhe, tash i kalojna tek lëngu i petaleve. Kështu me kujdes i hedhim, mundohem që ta kaloj gjithë masën. Tash dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e zim reçelin rreth 20 minutave, derisa sipër fillon që të bëhet një lloj shkume, pasi si temperatura e lartë nuk guxon që të jetë, sepse do të ngjitet reçeli për ejne. Patjetër tenxherja duhet jetë në lloj që nuk ngjet kur ta përgatitni këtë reçel. Reçelin e kam zi rreth 20 minutave, ju ka formuar shkuma sepër, gjatë kohës së zirjes nuk e kam përzier fare. Tash të monte një luge, mundohem që ta largoj pak shkumën e formuar sepër, me shumë kujdes që mos t'ia prishi lule shtrydheve formën. Kam larguar shkumën e formuar sepër. Tash i hedhi petalet e trëndafilit dhe vetëm se pak do bëj përzierjen shumë lehtë. Sa të përhapën në përgjithë masën. Dhe i zi kështu për 6-7 minuta, pa i përzier fare. Pasi kam zi masën për 6-7 minuta, ja shtoj
një lugë vogël me limon-toz, një lugë gotave çaji dhe përsëri e përzi shumë lehtë, vetëm se pak dhe mosën do e zije për 15 minuta në temperaturë mes sultës dhe të mesmes. Pas 15 minuta zirje, mosa është gati të largohet nga zjarri, e lojmë që të ftohet plotësisht dhe më pas e kalojmë në ana për kavanosa. Reçeli është ftohur plotësisht, tash e kaloj në ana për kavanosa. Kavanosat i kam larë dhe i kam sterilizu mirë në furrë nxehtë 90 gradë për 90 minuta. Tash morim kështu një lugë të vogël dhe e kalojmë reçelin nëpër kavanosa. Mundohem që mos t'ja prishi formën lule shtrydhëve, për atë arsye marr kështu lugën e vogël dhe i kaloj. Vërtet ka dalë shumë i mirë, ka dhe një aromë të jashtëzakonshme reçeli, shumë të mirë. Këtë mënyrë i mbushim kavanosat. Gjithsej unë do fitoj 2 kavanosa nga 550 ml nga ajo mos, që ose doni ju mund të përgatitni me për mosa më të mëdha. Kavanosat i kam mbushur pothuajse deri në gry, kam lënë vetëm hapësirë një gisht që të kenë hapësirë ka të bëhet mbyllja e kavanosave me kapak. Kapak duhen të jenë të ri, 3 herë sjellim kapakun nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhen visat dhe e mbyllim fort. Mënyrën e njëjtë veproj dhe me kavanosin tjetër. Dhe kavanosat i fusim direkt në furrë të nxehtë 90 gradë për 90 minuta dhe pas 90 minutave e fikim furrën dhe nuk e hapim derën për 2-13 orë dhe më pas kur t'i largojmë nga furra direkt i vendosim në frigorifer apo në podrum dhe në këtë mënyrë reçeli mund të ruhet deri në 2 vite. Nëse si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis reçel nga trëndafili dhe lule shtrydhet, gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëhet mirë. Ju falenderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.